dhe shpejti do komunikojmë para jush protestën e parë kombëtare dhe pastaj në vazhdim. Ftojmë të gjithë ata qytetarë që janë të gatshëm të luftojnë për votën e lirë, kundër një regjimi që e ka konfiskuar atë, e ka vjedhur atë, që ka përdorur të gjithë potencialin ekzekutiv, shtetëror, ekzekutiv, financiar, logjistik, mediatik, për të blerë, për të influencuar, për ndikuar dhe për të marrë votën shqiptarëve. Përpjekja jonë për të transformuar parlamentin në një tribunë të fjalës së qytetarëve dhe të interesave të tyre has në absurditetin, në banditizmin e pa precedent parlamentar në historinë e vendit. Qeveria u miratua pa debat, programi i saj pa debat, buxheti dje pa debat, të gjitha pa debat. Atëherë ne do të hapim platformën parlamentare o qytetare para ndërtesës së Këshillit të Ministrave. Si hapi parë, por ne ndaj këtij regjimi jemi të vendosur të qëndrojmë me të gjithë potencialin dhe forcën tonë.